Më 12 prill 2025 në ambientet e shkollës fillore Mahmut Lekić në Tuzë, u organizua me shumë sukses gara në Shanën në kujdesin e komunës së Tuzit. Kjo ngjarje grumbullon një numër të konsiderueshëm nxënësish nga klasa e 4 deri në klasën e 9, të cilët me përkushtim dhe entuziazëm morën pjesë në këtë aktivitet të veçantë. Qëllimi i organizimit të kësaj gare ishte promovimi i lojës së shahut si një mjet edukativ, i cili jo vetëm argëton, por edhe ndihmon në zhvillimin e të menduarit logjik, përqendrimit dhe aftësive të vendimmarrjes tek të rinjt. Shahu është një nga ata disiplina që përmes lojës mëson nxënësit ndurimin, strategjinë dhe respektin për kundërshtarin, vlera këto që janë thelbësore për formimin e karakterit të tyre. Për të garantuar një konkurrencë të drejtë dhe të barabartë, gara u ndan në 2 kategori sipas grup moshës. Fituesit e grupit të parë që përfshin klasat e 4-ta deri në të 6-tën, vendi i parë i takoi Alban Gashaj, vendi i dytë Lajert Berishaj dhe vendi i tretë Alens Verotić. Ndërsa fituesit e grupit të dytë klasa e 7 deri në të 9-tën, vendi i parë i takoi Islam Lulanaj, vendi i dytë Roberto Gjonaj dhe vendi i tretë Martin Ivezaj. Gjatë gjithë garës u vërejtë një atmosferë pozitive dhe sportive, nxënësit u përballen me njëri tjetrin me loja të balancuara dhe shpeshherë sfiduese, duke dëshmuar se shahu i kushtohet gjithnjë e më shumë vëmendje dhe në mesin e brezit të ri. Në fund të ngjarjes, fituesit u shpërblyen me çmime simbolike si një shenjë vlerësimi për aftësitë dhe angazhimin e tyre, si dhe për kontributin e tyre në promovimin e shahut si një sport intelektual. Unë jam Robert Zëde dhe jam në 9ën klasë. Cili vit është më radhë që mërë pjesë në këto gara? Kjo është treti vit që me këto gara. Si mendon se mund të ndihmoj shahu në sa i përket edhe durimit dhe vendoshmërisë për çdo gjë? Mendoj se shahu ndihmon njerin me disiplinë, edhe një lojë shumë e vështirë që është si trening në trumë njeriu. Çfarë pritshmërish ke për këto gara? Unë kam ta marrë parin vend, të luaj me shok edhe as. Ke kohë që praktikon këtë lojë? Kam pa trenirat për javë ditë para, edhe mendoj se jam gati për me fitua kadota. Dhe si shkon, si zhvillohet e gjithë kjo loja? Loja nis si luftë, ja nis në fillim të lojës i bardhi, edhe ja nis midismin, atër pas midismit e ke fund të lojës që sprovon ta fitosh luftën. Dhe sa raunde keni gjithsej? Jena 5 lojë, ka 10 minuta. Po, dhe a ke marrë pjesë ma përpara? Po, kam pa marrë 2 vite ma përpara. Dhe si kanë kënë eksperiencat ma përpara? Jo në ke fort mirë, pra në vite kam marrë 2 të në vetë, dhe si mjetë pas provoj përparen. Dhe unë dëroj shumë suksese. Faleminderit. Unë jam Mateo Lilzori në klasën e 8. Dhe tash sa vite ke që mërë pjesë në këto gara? Tash 2 vite. Si mund t'i përshkruash mi mbledh ato 2 vite edhe tani? Mendon se mund të kesh më shumë fat jo, por edhe të fitosh? Me fituat parin vetë e 2 në 3, s'muni se ka herë s'kam luaj, por mendoj se kam me luaj mirë dhe kam munua sa më fort. E ke praktikuar me parë këtë lojë? Po. Dhe keni pas edhe përgatitje para se të bëni këto gara. Si kanë shkuar përgatitjet? Përgatitjet kanë shkuar mirë boll, si janë kanë liç fort dyzen, por mirë boll kanë shkuar. Sa kanë gjatur përgatitjet? Zdita man 2 orë, 1 orë diç. Dhe si mund ta përshkruash çfarë pritshmërish ke për sot? Si do ndahesh? Pres se kam me kanë kënaqur në këtë lojë dhe pres se kam i fituar. Dhe si mendon se mund të ndihmoj shahu në vetëdijsimin dhe durimin që e praktikon? Loje paqe, intelektuale, nep durime. Dhe jep durim. Dhe unë të uroj suksese. Faleminderit. David Nik Prelaj. Dhe në cilin vit jeni? 9ën klasë. A ke përgatitur ndonjë strategji para ndeshjes? Po kam përgatit, shkoj me
pijuna për pare që s'la ofir atër janë mërë topa. Çfarë mendon se të beson loja shahut përveç fitimit? Durim me pas, durim, loje me pas. Dhe çfarë pritshmërish ke për këtë garë? Me fitua. Cila është pjesa jote e preferuar në lojën e shahut dhe pse të pëlqen? E pëlqen se në shah ka durim, liber se luet me trua, jo mungut. Pam. A ke ndonjë gur shahu që e konsideron të fort? I dërfteroj kualt edhe la oferat e topa, ja të duket ma... Cili është guri më i fort i shahut? Ishtë krali edhe kralica. Dhe çfarë ndodh nëse humb? Ta mund të më tregosh pak disa taktika të cilat janë Po, në nëse shah? upet kralica, 50% që në lojë se ketë fukur. Po, dhe cilat janë lëvizjet më, le të themi, më të mençura në shah? Veç me shko për para, me morë me kap vetë, nga shumë. Dhe guri që është më strateg cili është? Është bela kralica, se e më të përna gjithë ka me shko para, të maj djath. Mund të na i tregosh pak disa gur të tjerë të cilët janë Po. pjesë të shahut? La oferia veç shkon maj djath, topi shkon veç për para e mrapa edhe maj djath. E krali veç më të miksu e 4, nuk më të miksu gjithë ka veç 4. Po, në rregull, shumë faleminderit. Sa mërse. Unë jam Gjozef Luca, jam në klasën e 8. Dhe si është për ty kjo garë, si mund ta përshkruash? Garë shumë e vështirë, sepse ka shumë lojtarë të ndryshëm dhe të fortë. Dhe cili ke marrë pjesë edhe më përpara në këtë gara? Po, kam marrë pjesë, por nuk kam fituar ndonjë vend. Si mund ta përshkruash e gjithë garen për ty personalisht? Është shumë vështirë me lojë dhe do të mu koncentrua. Sa lojtarë ndroheni për një grup? Një. Ndroheni një. Dhe a ke përgatitur ndonjë strategji për parandeshjes? Jo, s'kam ndonjë strategji veç në gjatë lojës, që kam kujtohet. Cila është strategjia që ti pëlqen më së shumti ta përdorësh në lojë? Me kala me lojë. Cila është pjesa jote e preferuar në lojën e shahut? Kur e vojnë shahmat dhe i fitoj lojë. Dhe mund ta më tregosh se si bëhet shahmat? Duhet punë pak, varet si nga lojtari. Cili është figura e cila mund ta bëhet shahmat me të? Me kralicë, Të uroj suksese. faleminderit. Unë jam Mat Boraj dhe jam në të 4-2. Dhe si të shkoi raundi i parë i lojës? Shumë mirë. Fitove? Po. Tash çfarë pretin nga kjo garë? Të marrë vendin e parë. I përgatitur je gati të fitosh? Po. Mund të më tregosh cila është strategjia jote në lojë? Të shkoj me 2 pijunat në të 2 anë për para dhe të shkoj me ata. A të ka ndihmuar shahu të jesh më i përqendrueshëm në mësime? Çfarë mendon se të mëson loja shahut? Të luaj më mirë dhe të jam më i mençur. Po kundërshtarin që e ke pas më të madh? Po, Herë të uroj suksese dhe në raundet tjera. faleminderit. Ky është viti 4 me radhë që Komuna e Tuzit në bashkëpunim me shkollat fillore të Malësisë organizojmë shahun këtu në shkollën qendrore Mahmut Ekis. Si lindi ideja për organizimin e këtij kampionati shahu ndër vite tashmë në shkollë dhe çfarë synon të arrijë? Ideja ishte se fëmia të thomë përposhtë sportit të zhvillohet edhe mendja, të zhvillohet edhe dienia, vizioni, qëllimet, domethënë u jep hapësirë për një vizion, për një qëllim më tutejshëm në bazë psikike.
Si është pritur ky aktivitet për fëmijët gjatë viteve? A vëreni një interes të shtuar nga viti në vit? Po, sigurisht se po. Aktiviteti, do më thonë, i ky shahut është një ndër aktivitetet që pothuaj se ka kallëzuar edhe të të rit mas shumtit interesim, ashtu që numri bajagi çdo vit shkon të urrit. Çfarë rëndësi ka loja shahut në zhvillimin intelektual dhe emocional tek nxënësit dhe ciklet e fillore? Qëllimi i shahut dhe efekti i shahut është se duhet të mësojnë fëmija, të mësojnë edukatën, të mësojnë durimin, të kenë atë përqendrimin në çdo lëvizje, në çdo pa marrë parasysh qoftë ajo në shah apo edhe në sporte të ndryshme. Domethënë përqendrimi, koncentrimi, vizioni. Sa vështirë është organizimi i një kampionati të tillë, cilat janë sfidat më të zakonshme? Një organizimi i tillë lyp për kushtim, lyp vëmendje, lyp përqendrim, lyp përgjegjësi, normal si në çdo punë, në çdo drejtim. Na kemi filluar para javën që ka kaluar, kemi filluar vetëm me një trajnim, domethënë fëmia e dinë edhe bazën e lojës, e fillojnë, veç e kanë bazën, ashtu që e kemë pas bën trajnimin në mënyrë profesionale, besoj se s'ka kurfar sfidash që i ballafaqohen fëmija me një gjë të tillë. Sa gjatë trajnimi për fëmijët? Trajnimi zgjat afro 2 orë. 2 orë. Dhe çfarë planifikoni të zhvilloni edhe aktivitete të tjera të ngjashme në të ardhmen? Në të ardhmen aktivitete të tjera përpos kësaj, domethënë e kem para pa këtë vit për herë të parë, edhe pse vite me radhë organizojmë në shkollën Mahmut Lekić, këtu me ciklin e ulët. Tash këtë vit du me fillu edhe me ciklin e lartë, më thëmë me gjimnazin 25 maj, edhe me medresen nga Mileshi. Më thëmë me moshatar, me bashkë moshat e rrituna.